atëherë si shpjegohet që refuzohet të hiqet imuniteti. Le të hiqet imuniteti, le të shkojë si të gjithë qytetarët e tjerë që përballen me drejtsinë, që rrin edhe 48 orë apo 36 orë në arrest dhe pastaj kërkojnë drejtsinë gjykat kur vlerësohet masa. Dhe gjykata është ajo që bën pikërisht atë që duhet bën, atë që u bën në mbledhjen e Partisë Socialiste në një farë mënyrë, sepse mori rolin e gjykatës grupi parlamentar i Partisë Socialiste për 45 minuta. U analizuan prova, u analizuan vepra, u analizuan rrezikshmëria shoqërore, u analizua risku i ulët sipas tyre i arratisjes, u analizua fakti që nuk ishte më zyrtare e lartë zonja sepse ishte shkarkuar 2 ditë përpara, që i bie që edhe shkarkimi nga detyra e zëvendës kryeministrit pas ka qenë llogaritur. Pikërisht për ta përdorur në favor tashmë duke thënë që tani nuk ka më rrezik që të ndikoj tek dëshmitarët sepse nuk është më zëvendës kryeministre dhe ministre. Kështu që ndërkohë për 2 muaj e gjysmë dilnin dhe thonin që përse po na e pezulloni, s'keni drejt ta pezulloni nga detyra. Pra është një situatë e paprecedent. Do të thosha unë në aspektin juridik që do të krijojë një precedent shumë të rrezikshëm në të ardhmen. Sepse tashmë për çdo kërkesë që do të vi për heqje imuniteti, nga i cili do krah, të gjithë do kërkojnë mbrojtje politike në thonjë. Do kërkojnë llogari që pse siç mbrojtot këtë rast na mbrojnë edhe neve. A do të ndëshkohet korrupsioni në Shqipëri në një ditë me këto standarde të reja që po vendos politika? Kjo është një pikpyetje e madhe që qytetarët shqiptar duhet ja drejtojnë vetes. Një diçka këtu, sepse pas vendimit gjykatës kushtetuese që erëzoi kërkesën e kryeministit Rama, ishte një debat juridik ai që në fakt i ndau njerëzit në 2 kampe. Mund t'i pezullohet zëvendës kryeministri, qeverisë ose ministri, apo kjo është e drejtë e qeverisë e kryeministrit të vendosë njerëzit e saj. Gjykata kushtetuese me 4 nuk mori dot vendim, pra automatikisht erëzoi kërkesën dhe pas rrëzimit kërkesës gjykatë kushtetuese, kryeministri Rama i drejtohet parlamentit tani si deputet së bashku me 2 deputet të tjerë për ta ndryshuar ligjin tani. Ka sens kjo, do me thënë se ky ishte një diskutim që si diskutim jam shumë dakord që qëndron. Çdo kryeministër ose jo ka drejt ta bëjë këtë diskutim, që ku është kufiri ndarës tani. Por në momentin që kjo diskutohet dhe vendos gjykata kushtetuese, qoftë dhe me mos vendim, po janë 4-4 votat. Çfarë kuptimi ka që tani ti shkon në parlament dhe e ndryshon këtë ligjin me që s'të pëlqeu kjo që vendosi gjykata kushtetuese? Kjo tregon edhe një herë vullnetin e maxhorancës për të ndërhyrë në pushtetin gjyqësor në një mënyrë ose një tjetër, për të ndërhyrë në drejtësi, duke ndryshuar ligjet, duke ndryshuar rregullat e lojës. Nuk na pëlqejnë rregullat e lojës, po na bien ndesh, hajde se po e ndryshojmë. Kjo është mendësia që kanë, nuk është hera e parë që bëjnë. Këto janë raste më flagrante, por përtej asaj, një alternativë tjetër për një lloj përgjigje tjetër, pse mund ta bëjnë këtë moment? Mund ta bëjnë për të mbrojtur veten e tyre. Pra një nga firmëtarët e kësaj nisme ju e thatë që është vetë kryeministri Edi Rama. Si deputet dhe propozuesi i këtij projekt ligji, po themi, që tenton të ndryshojë kodin e procedurës në mënyrë që në të ardhmen të mos pezullohen më zyrtarët e lartë të shtetit, dhe cilët janë këta zyrtarë të lartë të shtetit të përmendur në këtë draft të depozituar në kuvend, është pikërisht kryeministri, presidenti i Republikës, zëvendës kryeministja, ministrat, kryetari i KLSH-s dhe disa poste të tjera, drejtuese po themi të institucionit, avokati i popullit, e tjerë, por për të mbrojtur veten e tyre pra. Pra i bie që po kërkojnë ndryshojnë ligjin, që nëse kjo gjë i ndodh në të ardhmen, të mbrojnë veten e tyre, do të jetë të pashqetësuar që gjykatat, prokuroria, se ajo e vën në lëvizje gjithë mekanizmin, të mos kërkojë dot pezullimin e një ministri, të një zëvendës ministri, pse jo presidentit nëse ka vepra penale apo dhe vetë kryeministrit. Pra i bie që po e bëjnë këtë ndryshim jo për të rregulluar diçka që ka kaluar tashmë si rasti i Ballukut, se ky shërbeu si kazusi i këtij rasti për pezullimin, por e bëjnë për të shpëtuar veten e tyre, që edhe ata mos të ngecin në këtë lloj